Shqipëria ka episodet e saj të zhvillimi përmbytëse në SBA. Soros, kapja drejtësisë, sulmi shkatrues në opozitës, korrupsioni i FBI-s, ushtria e tij diplomatike amerikane dhe europiane nën gëzofin e përdorjes. Në Tiranë lanë gjurmë të papërshtatshme dy ambasadorë, saktësisht ambasadorët e Barit, Donald Lu dhe Yuri Kim. Por si dhe përse, reforma e Barit gjoja e drejtësisë. Duke dashur të fuqizojnë deri në autokraci Edi Ramën, ata e tepruan përtej çdo parashikimi. Me dhunë diplomatike u bën 140 vota pro mallit kaotik reformës në drejtësi. Por të detyruar bindjen u përdor presione deri në shantazhim me ftesa në ambasadë. Duke vënë dosje në tavolinë se po nuk votuat e dini vet, fundi një puthje pasionante mes vllahut një tjetër diplomate kusurmave në Tiranë. Kur Shqipëria në vitet 2014-2017 ishte rekord global në mbjedhjen e Ashashit apo Barit, siç thonë në gjuhën e trafikut, ambasadori Donald Lu nuk foli asnjë çerek fjale, madje zero. Heshtja e Barit bëri qeverinë dhe ekonominë narkotike, e ku në raportet e dashtë të DEA dhe të CIA-s ishte me medalje në tregun e Barit, ambasadori nuk i kujtohet asnjë qortim. Në kulmin e kultivimit me 10 mijëra hektar të Barit, Donald Lu shoqëroi ministrin dhe kryeministrin e Barit Tahirin dhe Ramën në zyrën e presidentit Barack Obama. Iku pagoi nga Shqipëria e industrimit të Barit. Pasuesja Yuri Kim ka bë masa dramatike aqe dhe komike. U bë eminencë e Ramës dhe Veliajt sa njerëzia kujtonin si anëtare të Këshillit të Partisë Socialiste. Në delir nga fuqitë e Soros, ajo në oborrin e Partisë Demokratike u tha demokratëve shprehjen e diktatorit se do të hani Bar. Do të ishte një ironi historike, por edhe një tragjedi për vendin, jo vetëm për partinë, nëse partia do të hante Bar për hir të interesave personale të një njeriu. Pastaj Barshicia turej në përzyra drejtësie duke bërë porosi për llojerat e Barit për të ngrënë. Dhe vjen një ditë kur Barin e pambaruar do të ta shohësh si mundësinë tënde. E vrerosur deri në mbledh pa kokër prove në përduar kundër liderit Berisha, tani Yuri Kim shikon shefin e saj porosidënës sekretarin Antony Blinken i shpallur non grata për administratën Trump. Largimi nga dash ka le histori Bari për ambasadorët Lu dhe Kim. Hetimet mund të nxjerrin xhevaire të thartuara ku nuk do të mungojë Rama dhe çetet i mbjedhjes së shitjes rekord të Barit.